janë vëllezër dhe pas braktisjes së prindërve jetojnë të vetmuar në këtë kontenjer. Fati është treguar mizor me Xhelal Nezirin, 14 vjeç dhe vëllain e tij Bekimin, vetëm 12 vjeç. Pasi që në fëmijëri lojrat e moshës dhe përkujdesja u zëvendësuan nga dhuna e babait. Kjo bëri që nëna e tyre 6 vite më parë të braktiste bashkëshortin dhe së bashku me 2 djemt të transferohej nga Puka drejt Elbasanit me shpresën për t'i ofruar një jetë më të mirë 2 fëmijëve. Por situata për 2 vëllezërit nuk ndryshoi. Dhuna e babait u zëvendësua nga e nënës, e cila më pas i braktisi në mëshirë të fatit. Me sytë e mbushur me lot dhe të friksuar, ata tregojnë se si po mbijetojnë në kontenjer të vetmuar, mes të ftohtit dhe mungesës së ushqimit. Pse jetoni këtu ke kjo mauna? Nga se në rref mami. Po pse ju rre? Sa e se dilshi me shokat. Nga jete? Nga Puka. Sa ko ke që jeton në Elbasan? 6 vjet. Po këtu ke maunja? I vit. Po babai, ku është? Në Puk. Ju s'komunikoni fare me të? Ja. Kush jeni ju? Ne jepi Sofit e Kërbranti dhe aja Aletja dhe ky Maki. Jeni në shkollë? Ja. Rreziku që i kanoset këtyre fëmijëve përveç skamjes dhe mjerimit është se në çdo moment ata mund të bien pre trafikimit.